Po pra një. Po që e më rëtës? Po e lexoj. S'ke që me lexoj. Se si për bërë. Ku di me prezantu? Jo, pa. Hajta që fol pak për Big Brother edhe ja. Jo, do qojmi të dy, ti do qasë që ke bërë dhe unë e bërë. Qarë, ka Ti vetëm ma e këtë tagonë. hajde, kush e fillon? Dhe e fillon. Ne fillojmë. Ai madhi. Ama Giulia. Qa ke bërë edhe the mund, qa është? Por të lutëm. Ishte Giulia. Juela. Na falni. Ta mba? Ju prezantojmë artin ton gatim, që është syri i famshëm i Big Brotherit, është në formë pice, përbërësit janë tortijat tagani, pak salcë, djath pice, proshut dhe një vezë që të simbolizonte bebe në syri. Do të shtorë diçka për... E kërë. Unë e kuptova në momentin që ti e bëre, që i bie t'ishte syri Big Brotherit edhe këto qërpikët këtu. Po, qërpikët janë për faktin me që vajzat bën qërpikët sot. I dham Kush të dojë një mund t'a moment. provoj? Po. Është bërë qik ka që pak dje, Po, i dham edhe një. Ja, urdhani. A është me mish pio? Po, është me mish derë. Nuk i la tjetë me provu. Tani mund të qoni ta provoni, se si dhe... Nga pak. I e tregova. E tregon, pa. Pa, më që se gjimë nuk anë që në derit. Ato ju sa hani të tre? Apo e? është pak e fësot, por. Është pak e ftohtë, se është bërë që... Është për praktike puna ftoftë, se dihet. Doni qik shumë, bebe syri? Kam i qik bebe në syri. Unë doa gjysën e asaj, lutem. Kaq, vetëm ju se du vezët. Pak, shumë pak. Më pak si normal. Po, tanë! Ta provoj? Ti është për shimë. Atërë, në toa të pas të shies. Shumë e mirë. Ama një numër këna më donë. Nga zero, jo. Shien. Mbarut? Nga 0 të 10. Ta haun të dhe? A do... Jo, grupi... Ta provoj dhe grupi... E provun, gjithë, po. Shpjegimi pjatis ka dhe shpjegimi tjës. Po, ta provoj Stenardo. Ta provoj qik Stenardo sa për. Edhe një shpjegim për produktimin për tjës. Që të marrë në bezë. Hi. So... Po vetëm më përshë. Do ta provosh ti? Ah, okay. Okej, do të më ullë si do marrë një copë, s'kemi të dhe? Po, urdhëro se nuk e kam përdorë për unë, vetëm për të parë. Jepe aty... Ma e pëta? Ja. Që të më thënë u mendu. Ma s'ka lidhe për hajnë? Ma e pëse durë, se unë jam kështu jam kompletit thjesht në këto drejtime. Hajta kapëm. Urdhëro mbaj këtu. Okej. Ta është qanë dhejmë i këtës? Nuk ka një shpjegim që tortija? Vetëm ingredientet janë. Qa do themi për këtë Tortijat më të mirë në botë. Atëherë, tortija tagani është... I nuk shënduar, po. Qatë se mund në i skakë. Si gjallë gjotë më rapën tortijat tagani. Ndryshe nga tortijat e tjera, ka shumë pak vaj... Po e dashur gjim qëtë me lecu, po du të me prezentu me Qa me nënë te. Jep vlerësimin. Lutem mos më tregoj se sa qatë flasë dhe si të flasë, ma e venin të. Jep vlerësimin. Me ledzu dim gjithë, me dojë aty para me ledzu. Uje vetë, a nuk jenë gjeni me memorizuat, si në problemi. E disa lexoj e prezantimi njëri tjetrit, sepse secili votohet për atë pjesë. Nëse nuk na pëlqen prezantimi, japim 0 pikë për prezantimin e E produktit. veçanta e tortijës tagani është që ka shumë pak vaj palme, vetëm 9% në krahasim me tortijat e tjera dhe shumë pak konservues. Këtë do thoja nuk do rria ta lexoja gjithë, atë do ta le ty. Kështu që është e freskët dhe me përbërës gati natyral. Edhe konsumojnë i brënda 7 ditë.